Mirëmëngjes miq, ju lutem dëgjoni këtë meditim të sotëm. Kur nata qan, por mëngjesi këndon. Dëgjoni se si lutet Davidi. Psalmi 30 vargu i parë. Unë do të përlëvdoj o Zot, sepse ti më ke ngritur lart dhe nuk e lejuar që armiqtë e mi të gëzohen mbi mua. Dhe ai vijon. O Zot Perëndia im, unë të kam thirrur dhe ti më ke shëruar. O Zot, ti ke nxjerrë shpirtin tim nga sheoli. Ti më ke mbajtur gjallë që të mos bres në grop, sepse zemrimi yt zjat vetëm një çast, por mirësia jote zjat tërë jetën. Dhe në fund, Davidi thot, të qarat mund të zjasin një natë, por në mëngjes shpërthen një britëm gëzimi. Çfarë lutje? Ka net që nuk maten me orë, ka net që zjasin muaj, mbase vite për disa. Nata e smundjes, nata e një humbje, një natë tradhtie, që duket sikur kur ti merr lajmin e tradhtisë, nuk do të përfundoj kurrë ajo natë. Nata kur lutja duket sikur nuk e kalon tavanin e shtëpisë. Nata kur gjithë flen, por ti nuk mundesh të flesh sepse mendja jote lufton me 1001 pyetje. Davidi kishte kaluar në përnet të tilla. Por Psalmi 30 nuk është kënga një njeriu që nuk ka vuajtur. Është kënga një njeriu që ka dalë nga gropa, nga thellësia e saj. Shikoni se si Davidi thot, si ai lutet. Më ke ngritur lart, o Zot. Ai nuk thot, jo, unë ja dola vet. Apo isha mjaftueshëm i fort. Davidi nuk thot as koha i shëroi të gjitha, por ti më ke ngritur. Ky është sekreti i dëshmisë së besimtarit vërtet. Kur kthen kokën pas, kupton se në disa vende të jetës nuk mund të kishe shpëtuar veten vetëm, por ka qenë dora e Zotit. Këtu Davidi përdor 3 figura të jashtëzakonshme. Ai në fillim thot, ti o Zot më ke ngritur, më ke shëruar, më ke nxjerr nga sheoli. Sheoli është mbretëria e vdekjes, e të vdekurve. Më ke nxjerrë që aty. Është sikur ai po përshkruan një njeri që po fundosej, por një dorë e kap dhe e nxjerr përsëri në dritë. Ka momente kur Zoti nuk ndryshon vetëm rrethanat tona, miq, por ai na nxjerr nga thellësia ku rrethanat na kishin shpën. Pastaj vjen vargu i 5 i Psalmit, një nga deklaratat më të bukura të shkrimit. Të qarat mund të zgjasin një natë, por në mëngjes shpërthen një britëm gëzimi. Ki pak vëmendje. Bibla nuk thot që besimtari nuk do të qajë ndonjëherë. Jeta e tij nuk do të dhëmbë asnjëherë. Besimi nuk është mohimi i dhimbjes. Besimi qan. Plagoset hera herës. Besimi kalon në për natë. Por besimi e di që nata nuk e ka fjalën e fundit. Edhe Hugo i madh e dinte, ai tha, edhe nata më gjatë do të kalojë dhe dielli do të lindë. Pra, nata, errësira, vetmia, vuajtja, sëmundja ka një kufi. Lugina ka një shtek dalje. A dini që varri ka një gur që mund të rrokulliset. Ky është realiteti në ringjalljen e Krishtit ditën e tretë. Edhe pas së premtes së kryqit vjen mëngjesi i të dielës. Ky është ungjilli i Psalmit 30. Zoti është Zoti i mëngjeseve pas netëve të errta. Zoti i shkëlqimit të diellit pas natës më të thellë. Ndoshta sot ti je duke jetuar natën tënde. Por miku im, mos e interpreto natën e thellë të jetës tënde si heshtjen e Zotit. Herët avon, mëngjesi do të lind, dhe kur ti të shohësh dritën, do të kesh mundësinë të kujtosh dhe të kuptosh që Zoti ka qenë me ty dhe aty për ty edhe në mes të natës. Edhe në praninë e sfidave, vuajtjes, dhimbjes, braktisjes, Zoti ka qenë aty, sepse ai nuk mund mohoj veten. Ai gjithnjë do të mbetet besnik. Dhe miqtë e mi, me këto të vërtetat mrekullueshme nga ky psalm, le ti lutemi Zotit së bashku. Ati dashur, falenderojmë për privilegjin që kemi për të kuptuar që edhe nata më errët do të kalojë. Por përmes këtij meditimi kemi mundësinë të kuptojmë që edhe në mes të natës më të thellë
vetmis më të madhe ti je aty, sepse ti gjithmonë do t'jesh besnik me veten dhe premtimet që ti na ke bërë. Ti ke thonë o Zot që unë nuk do t'ju braktisë, nuk do t'ju lë asnjëherë, por do t'jem me ju çdo ditë deri në fund të botës. Unë lutem që të bekosh burrat dhe gratë që po ndjekin sot. Inkurajoj, nxiti dhe motivojnë besimin e tyre, që të mos dorëhiqen, por që të qëndrojnë përballë vështirësive dhe të zgjasin dorën drejt teje. O Zot, bekoj dhe mbroj, kujdesu dhe ruaj ata dhe familjet e tyre. Unë lutem në emrin e Birit të Jezus. Amen. Miqtë e mi, ky ishte meditimi i kësaj dite. Nëse ka qenë bekim për ju, ju ftoj ta ndani me miqtë tuaj. Mos hezitoni mos jeni kopras. Bekoni të tjerët. Presu takoj sërish nesër, deri atëherë, Zoti me ju.